Kush do të jetë kampioni i ri? Përgjigjen do ta jap fusha, por një gjë është e sigurt. Abiznes Superiore nis me shumë pretendent për titullin dhe me një garë që premton emocione deri në fund. Egnatia vjen me peshën e kampiones dhe me një objektiv të qartë, të shkruaj historinë me titullin e 4 të radhazi. Por këtë sezon rruga drejt trofeut duket edhe më e vështirë. Dinamo kërkon të bëjë hapin e madh, kryeqytetasit, pas vendit të 4 sezonin e kaluar, synojnë me lirë dajën dhe me përforcime të rikthehen në garë për titullin. Në betejë janë edhe Vllaznia dhe Elbasani, dy skuadra që sezonin e kaluar u renditën mes 4 më të mirave, edhe këtë herë kërkojnë më shumë. Teuta vjen me ambicie të reja pas një sezoni zhgënjyes. Investimet dhe emërimi i Edlir Tetovës në stol tregojnë qartë se Dursakët nuk duan të jenë thjesht pjesë e garës. Dhe sigurisht nuk mund të mungojnë Partizani e Tirana. Dy skuadrat e kryeqytetit kanë nisur herët përgatitjet dhe synojnë të rikthehen fuqishëm në skenë.